namazi. Allahu xhallahu ala të gjitha obligimet dhe ndalesat i ka zbrit në tokë. Ka qenë tokë pejgamberi sa dhe i ka obligimi për agjërimin, për haxhin, ndalesa për alkoolin, bigjozin, immoralitetin, gjitha kanë ardhur në tokë duke qenë pejgamberi sa, përveç namazit. Namazi është bërë obligim në mbi 7 qete ndodhur. Shikoj sa është obligim i rëndësishëm. Sa është obligim i rëndësishëm. Dhe nuk ka qenë veç obligim, por fakti që Allah ja dha pejgamberit sa në këtë grad, në këtë pozitë, ja dha namazin në kupton se kjo është dhurata ime për umetin tënë. Është hedije, dhuratë. Ai që e din, apo lexon, apo e kupton rëndësinë e namazit, sinqerisht po i them, nuk e kupton si barr, as ngarkesë, madje as si obligim. E kupton si një nder që Allahu na ka mundsuar që 5 herë në ditë të kthehemi ka Allahu xhallahu ala, të komunikojmë me Zotin tonë, ta lutim dhe të ngritemi shpirtërisht drejt Allahu te bareke ve teala deri në takimin me të. Dhe sikur që ka thënë dietarët, njëri ka 2 takime me Zotin e tij. 2 takime ka me Zotin e tij. Një takim këtë dunja dhe një takim e ka në ahiret në botën tjetër. Ai që takimin e dunjas e ka të këndshëm me Allahun, dhe këtë e takimin e ahiretit të këndshëm me Allahun. Ai që në këtë dunja s'ka pas takim me Allahun, s'është taku me të, edhe në dunja nuk do të ketë takimin e këndshëm me Allahun xhallahu ala. E cili është takimi me Allahun në dunja? Namazi. Ai që ka net gati namazit, është kujdes për namazin, e ka pas freski shpirtënore, ka pas kënaqësi, të tillë do të ketë takimin nesër ditën e gjykimit me Allahun xhallahu xhelalu. Prandaj të ndrozur duhet të rrim gati namazit. Nuk është ngarkesë. Wallahi let njëri e kryen. Madje ja rregullon jetën, ja sistemon ditën, ja freskon shtëpinë, ja pastron zemrën, e ngrit, e pastron, e rregullon, e qetëson, e shumë nga dobitë e mëdha që i ka namazin në dunja, mos flasim për ahiret. Për këtë arsye të ndrozur edhe porosia e fundit me cilën ka vdek pejgamberi sa në gjuhën e tij ka qenë, don ka vdek me këtë fjalë, as-sala, namazit të rrini gati shumë. Shiko, kështu ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasallam në dunja, ndërsa për ahiret ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, çështja e parë për të cilën do të japin llogari robët e Allahut është namazi. Pas besimit në Allah, normal, besimi në Allah është e pari, por pas besimit në Allah është namazi. Nëse e ka namaz në rregull, tha i dërguari jon alayhi salam, nëse e ka namaz në rregull, të gjitha pas namaz rregullohen. Nëse namazi ka rregull, të gjitha pas namaz bëhen problem dhe komplikohet situata. Prandaj rregulloj jetën tonë, rregulloj besimin, rregulloj raportin me Allahun xhallahu ala duke u kujdes për namazin, e që është kujdesi i faljes së 5 kohëve të namazit gjatë ditës deri në fund të jetës. Allah na mundsoj që të pastrojmë zemrat tona, të ngritemi, të jetojmë në kuadër rregullave dhe disiplinës dhe edukatës. Allah na mundsoj që ta respektojmë njëri tjetrin e ta adhurojmë, ndihmojmë dhe të jemi të përkushtuar në raport me adhurimin te Allahu xhallahu ala, në veçanti me obligimin e madh sikur që është namazi, dhe është Allahu që ky takim në dunjë me Zotin përmes namazit të jetë një përgëzim për neve, për takim të këndshëm, të frytshëm dhe përgëzues ditën e takimit të ditën e gjykimit.